është një recetë e shpejtë, një recetë verore edhe kalon një vakt të shishëm. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 3 kunguj të njomë, 600 gram kos, një lugë miell, 3-4 thelpinj hudhër, 100 gram kaçkavall i grirë, vaj ulliri, krip, piper i zi edhe një kokërvez. Gjë e parë që do bëjmë është do presim kungujt, po ju e dini që unë gjithmonë i qëroj kungujt sepse kam merak, aq më tepër tani në këtë periudhë. Kështu që i qërojmë. As shumë të olla, as shumë të trasha, ja. Ja, kështu në këtë mënyrë do bëjmë të njëjtën gjë me të 3 kungujt. Fillimisht ndezim vatra, sigurisht në temperaturën më të lartë, do hedhim vaj ulliri edhe do vendosim një pjesë të kungujve për të skuqur. Unë me thënë drejtën do t'i skuq pjesë, se ka më kollaj për t'i kthyer. Mbaroj punë më shpejt në këtë lloj mënyre, juve sipas dëshirës. I kthejmë her pas here. Kungujt do t'i skuqim derisa të zbuten edhe të marrin një faqe kështu të kuqëreme. Mua më pëlqejnë në fakt të skuqur shumë, kur bëhen pak më shumë se sa të kuqëreme, megjithatë sipas dëshirës gjithë secili, varet se si jo preferojnë në familje. Unë me thënë drejtë nuk është se jam ndonjë fanse e madhe e kungullit, po kur gatuhet në këtë lloj mënyre, sinqerisht bëhet për të lëpirë edhe gishta. Ja, kur ta provoni, jam e sigurt që do ndani të njëjtin mendim me mua. Nuk ja u kam thënë arsyen e mungesës, do t'ja u lë sekret. Nuk e dia do e gjeni tot vet apo jo. Nëse nuk do e gjeni, do ja u them në recetën e radhës. Me thënë të drejtën, më keni munguar edhe juve. Po, e kam pasur të pamundur që të gatuaja, po që do mundohem që mos të bëj mungesat e gjata. Do filloj të largoj pak nga pak kungujt që janë skuqur. Skuqim edhe kungujt e fundit. Ne do merremi edhe me përgatitjen e kosit. Te kosi do hedhim kokrën e vezës dhe do i përzijem mirë me njëra tjetrën. Do shtojmë lugën e miellit dhe do vazhdojmë që t'i përzijem në mënyrë që të na bëhet një masë e një trajtshme. Do shtojmë një lugë kafeje me krip dhe do i përzijem. Thelpinjtë e hudrës unë do t'ja ecë të plota në mënyrë që pasi të kenë lëshuar atë aromën t'i largoj, sepse kështu i preferoj. Thjesht sa për t'i dhënë shije dhe të mos i konsumoj. Do hedhim edhe pak piper të zi. Edhe kemi gati ndërkohë masën. Largojmë edhe kungujt e fundit që kemi skuqur. Do hedhim masën e përgatitur. Si korçare që jam, ju e dini që nuk lë asgjë, mik dëm. Do t'i rris pak temperaturën se ja kam ulur në fund dhe do ta lëm të përgatitet për rreth 5-6 minuta, duke parë, duke bërë. Nëse nuk ju ndodhet kaçkavall, mund edhe mos t'i hidhni asgjë, ose mund t'i hidhni pak djathë të bardhë, ose mund t'i hidhni pak djathë bebe, çfarë të dëshironi ju. Ndërkohë që është duke valuar, ne do t'i hedhim kungujt e skuqur më herët, që të përzihen me njëra tjetrën.
Gjë e fundit që do edhim është kaçkavalli i grirë. Fikim vatrën edhe recetën tonë e kemi gati. Na bëft mirë.